Mirëmëngjes të gjithëve të dashur miq, mirë se na erdhët në Villa 24, ku bashkë me Katin jemi gati për të nisur dhe sot. Mirëmëngjes, Si jeni së ditën, Kat? Shumë mirë, ja këtu duke përgatitur gjërat, domethënë për të prezantuar anvisave. Mirëmëngjes edhe nga ana ime, ju uroj një ditë bukur dhe ju ftoj këtu tek ëndi joni gatimit për të parë recetat që të përcjellim për juve sot. Sot do të bëjmë receta, si thua, si tradicionale, por edhe të ngatruara, që do të thotë që nga lakrori, që do të bëjmë jo vetëm me fasule, po do të bëjmë dhe me qepe dhe domate, do të bëjmë më të plot, se është dimër tani, e kemi nevojshëm domethënë ta konsumojmë pak si më ndryshe. Është byrek tradicional i zonës së Korçës që bëhet me qepe dhe domate, sidomos në stilin e vesh, por tani unë kam menduar ta bëj duke shtuar edhe fasule, bëhet shumë i mirë dhe bëhet një byrek tepër i shijshëm. Do të themi pak më vonë për punën e byrekut dhe sigurisht që do ta fillojmë me atë lakror, jo byrek, se është me dy peta. Do të bëjmë edhe një qumushtor ose baklava qumushtor faktikisht. E pjesa e fundit do të ketë atë, si thua, shihen e baklavas. Do të jenë arrat në fund. Edhe qumushtori pastaj ai, si thua, kremi do të vendoset lart. Edhe me peta ndërkohë. Edhe do të kemi dy shije në një, si thua, në një recet, në një përgatitje, në një ëmbëlsirë. Shumë. Janë, do me thënë, këto produktet që nga petë të gatshme do përdorim këtu, do të përdorim arra, bukë të thekur, vanile, kanel, karafil, si pas dëshirës nëse doni, do me thënë, për të aromatizuar, do me thënë, këto arra, edhe të jepni një shije tjetër, mund të shtoni edhe kanelën dhe karafilin. Një lugë të çaj kështu kanel, një maj lugë e karafil. Karafil duhet shumë pak, sepse dini që ka të fort aromën. Do të kemi një dy lugë thrime buke, do me thënë, si thonë ndryshe galet, por thrime buke është ajo. Vanile, çfarë kemi tjetër? Tek kjo, si thua, kremi, do të kemi qumësh, do të kemi gjalp, do të kemi vezët, miell ermik, por mund ta bëni edhe me miell të zakonshëm, sheqer, cipën e limonit. Ndërsa për sherbetin kemi sheqer, një shkop kanell që kam vendosur dhe unë brenda se dua që të më bëhet gati dhe një fet limon. Ndërkohë këtu te tigani kam vendosur gjalpin që të shkri, sepse dua gjalpin ta kem të shkrir për të spërkatur ato petët. Thash fillimisht do të fillojmë me lakrorin, kështu që po e lëm këtë për momentin, fillojmë direkt për të përgatitur lakrorin. Në rregull me pjesën. Praktikisht ne kemi 3 pjesëza recete, të cilat, do të thënë 3 hapësira, 3 procese të ndryshme për ta përfunduar. Po meqense lakrori do duhet të vendoset në furrë për të pjekur, ne do ta nisim me të që një pjesë e punës është kryer. Po, është kryer sepse ndryshe, po, sepse nuk do të arrinim kohën. Sigurisht anvisat e din këtë për qepët, 3-4 qepë, të cilat i kemi të grira në gjysmë rrethi. I vendosim fillimisht qepët që të zbuten pa i ndyr, pastaj më mbrapa shtojmë domate, shtojmë vaj, krip, piper dhe si pas dëshirës mund të shtoni edhe rigoni. Rigoni i shkon dhe i jep një tjetër shije, sidomos tani në dimër bëhet shumë të mira dhe të shijshme. Gjithashtu ka vendosur fasule, të cilat i lash që në darkë për të qëndruar në ujë me një majs krip, ashtu siç them gjithmonë. Në mëngjes e hodha atë ujin poshtë, i shplava dhe vendosa për të zier, dhe brenda ka vendosur thjesht një copës kështu presh. Sa për aromë, do me thënë, edhe për të hequr atë erën e fasuleve. Tani këto i kam gati për t'i shtuar tek pjesa e ashtë. Anila, të lutem, nëse ke mundësi të më hapësh vetëm vajin, të hedhim vaj këtu, do të shtojmë dhe vaj tek fasulet. Që ka i hapur, Kati? Hapur e kisha? Shumë fort, mendova se ishte. Nga që ishte plot edhe të... Ma hapën që parë, si o tashë më duhet. Se pa i jevja me shumë fort duarve. Edhe unë po mendoja që... Mendova se e kishim të papur, po e hapën çunat s'ka gjë. Na e bën gati. Pra hedhim këtë vajin e ullirit te fasulet. Një aromë të mirë. Sa e hodhëm vajin, me një na erdhi një aromë e mirë. Do të hedhim edhe këtu pak vaj. Spërkat Anila dhe unë këtu të dashur anvisa kam përgatitur një brum. Nuk e zëm tani brumin, shumë herë kemi bërë. Është e thjesht për të përgatitur. I kam darë në 2 kulesh, të cilat këtu i kam spërkatur dhe me pak një seshte. Hapim këtë pjesën, do me thënë. Pra kemi 2 petë në këtë rast. Në këtë rast kemi 2 petë, sepse me 2 petë do të bëhet, edhe petët do të jenë, do me thënë, të plota, nuk do të jenë ato petët e holla. Do të hapim petën e parë pak më të madhe se pjesa e tepsisë. Kjo do të thotë sa na merr kjo neve. Ta bëjmë edhe një herë nga kjo, a? Shpejt u hap. E dim tani për punën e brumit, në momentin që e lëm, ato hapen shpejt.
Japim një formë. Dhe kështu kemi bërë petën e parë. Kemi bërë petën e parë që thamë që duam të plot dhe nuk duam që tjetë një petë e hollë. Pa. Ja, këtu s'na mori shumë për s'ka gjë. Tani këtu Anilat lutem do ta maluej. lyej. Edhe retherotu që të vendosim këtë petën e parë. Ka ti ke zgjedhur një tavë të cekët. Të cekët, por nuk ka nevojë për... Jo, duke qenë se kemi goxha mbushje, apo... Jo, do shikojmë se sa është dhe nuk e hedhim të gjithën pastaj, mund të bëjmë një më të vogël. E lash kështu e nga se nëse do na dali, mund të bëjmë një të tregojmë, po do na dali koha, me petë të gatshme si mund të bëjmë me fasule. Shumë Prandaj dhe kam bërë më tepër fasulet edhe kam lënë edhe pak lëngje. Të petën e parë... Se fasulet dhe thjesht kështu të zjera mund të përdorni edhe për gjëra të tjera. Për salat, me një gojë thamë. Jo, dhe më thënë nuk shkojnë Jo, sigurisht që nuk shkojnë në frigorifer. Ja, petën e parë e lëmë kështu. Edhe e afrojmë në këtë mënyrë. Të dytën do ta bëjmë sa... Sa që është pjesa, do të edhe nga pjesë... Vetëm një pjesë. Vetëm e jashtëmja. Po, me kuptoj. Shtajmë përsëri. Tani ti hedhim pak është vaj se... Me gjithë se kam hedhur, po. Shumë cilësor. Shumë cilësor dhe ky lloj vaj Anila mund të thuash ti tani se në fakt që ne kemi zgjedhur sot edhe pse tek Naranci do të kemi edhe alternativa të tjera të vajit të ullirit dhe jo vetëm vajit të ullirit, të gjitha produktet që ne kemi sot mbi tryezën tonë dhe që her pas here gatuajmë shumë shpesh madje në këndin e gatimit në Vila 24, i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve Naranci. Ku ndodhet Naranci? Kudo? Tabelën që do shohim në ekran tani e keni parë në çdo lagje dhe në çdo rrugë pranë shtëpisë tuaj, e sigurt që ka një pikë të dyqaneve organike Naranci, të cilët gjithmonë janë një hap përpara, duke na siguruar shije, cilësi, çmime ekonomike, produkte që rrallë herë mund t'i gjeni në dyqane të ndryshme dhe për më tepër markat më të mira ndërkombëtare dhe gjithashtu ju vjen në ndihmë në mënyrë të veçantë për personat që kanë nevojë vetëm të ndjekin një regjim ushqimor të shëndetshëm, por që kanë edhe një dietë të kufizuar të tipit për të përdorur produkte pa gluten apo variante të tjera. Pra, sektor të dedikuar shëndetit tuaj dhe mënyrës tuaj ideale për të ushqyer i gjeni pikërisht tek dyqanet Naranci. E hodha shtresën e parë? E hodha shtresën e parë, Anila, dhe ka një aromë të mirë dhe kjo faktikisht duhet të them që nga vaji i ullirit është që e ka këtë aromën kaq të mirë. Po dhe janë tretur qepët, domatja. Janë gatuar mirë në fakt. Dhe duhet të them anvisave që një domate do ta grini në rende dhe dy të tjera do t'i bëni në copza, në kubik të vegjël, nuk do ta... Nuk do ta zhdukni, nuk do ta ktheni në një salsa, të duket edhe ajo pjesa e domates. Thjesht është gatuar mirë, a? Po, edhe kjo mbushja është ajo që mund të shkonte shumë mirë edhe për byrekun e thjesht me qepë edhe me domate. Ja, kështu mund ta përfundojmë, domethënë. Nëse duam ta bëjmë pak më ndryshe, mund të shtojmë copza djathi tani në dimër. Por tradicionale është thjesht vetëm me qepë dhe domate. Ashtu ta lëmë edhe ne, siç është tradicionale vetëm me qepë dhe me domate. Sot ne do ta bëjmë me 2 shtresa. E fasulet i kemi ekstra, por ato harxhin se kemi prekur. Do marrim një lugë tjetër më të madhe që ta kemi mundësi ti hedhim më shpejt. Fasulet të cilat janë vendosur një natë përpara në ujë, siç bëjmë të gjithë teksa i bëjmë gati për t'i gatuar. Sigurisht që është dhënë një zjerje dhe një protein kjo tani, Anila, se ke idenë se sa e shishme bëhet. Është plotësuese. Nuk e di ta heqim këtë mos nuk na... Edhe do mbaj këto lëngjet, se nëse na dali koha, thash, do bëjmë një tjetër me petët e gatshme. Edhe ai bëhet shumë i mirë. Do ju tregoj që një pjesë të petëve i vendosim që i presim dhe i vendosim të piqen, për të nxjerrë një shije, dhe pastaj i bashkojmë, dhe thënë. Interesante. Sa ka kuzhina, pra me të njëjtët përbërës mund të ndërtosh disa pjata një herësh. Edhe ai byrek bëhet shumë i shishëm, por dhe ky, ama, tani duam pak vaj ullirin e vet, që ta lezetoj këtë lakrorin, edhe ta bëj që ç'të them sa i mirë dhe sa i shishëm që bëhet. Vaj ulliri dhe petën e dytë, që do të hapet pak më e vogël se e para. Në petë të dytë, ani që do të vendosim, nuk do të hedhim vaj sipër, do të vëmë ashtu, do të spërkatim vetëm me pak ujë,
edhe do ta vëmë të piqet. Në fund kur ta nxjerrim nga fura, do ta lyejmë me pak gjalp. Tani kemi gati, të vendosim dhe petën e dytë. Okej, vendosim dhe petën e dytë. Dhe lakrori do t'jetë gati për të kaluar në furrë, të cilën si gjithmonë e kemi ngrohur përpara dhe lakrori do të piqet në çfarë temperature? 980 gradë, 200, varet nga lloji i furrave, atë që themi gjithmonë, dhe do ta lëm për rreth 40 minuta faktikisht e do. Okej. Ndërkohë që hapim petën në ekran, lexojmë së bashku tani përbërësit. Recetat që po sjellim këtë ditë të mërkur janë këto dhe përbërësit janë të listuar në secilën prej tyre. Petanik me 2 peta, me qep, domate dhe fasule. Përbërësit janë 300 gram fasule, 4 qep, 4 domate, gjys filxhani çaj me vaj ulliri, 2 lugë gjalp, krip, piper, rigon ose nenexhik ose majdanoz dhe 400 gram miell që na duhet për përgatitjen e 2 petave. Receta tjetër që do të vi sot nga këndyni i gatimit është një baklava qumështor, një recet 2 në 1 mund ta quajmë, dhe përbërësit janë si më poshtë. Për baklavan do të na duhet një pako peta të gatshme, 220 gram gjalp, 300 gram arra, 2 lugë bukë të thërmuar, pra galete quajtur ndryshe, një lugë çaj kanell, një maj lugë karafil dhe një lugë supe me sheqer. Ndërkohë, kemi kremin, ja ta lexoj dhe kremin, 1 litër qumësht, 5 lugë supe miell si migdali ose miell ermik, gjys filxhani çaj me sheqer, 3 vezë, 1 vanilje, 1 lugë supe gjalp, cip limoni, pra lëkura e 1 limoni. Shërbeti do të përgatitet me 400 gram sheqer, 450 ml ujë, 1 fet limon dhe 1 shkop kanell. Pra tham që ka disa pjesë kjo recet, sepse ka baklavan, kremin e qumështorit dhe shërbetin. Tani Kati po më pret që të vendos petën e dytë sipër. Po, se e hapëm një herë, mblodhëm, e hapëm prap. Prit, ai e gati, prit, lexon. Ne po i ke për shumë të gjata recetat, Kati. Këto që është e vërteta, tani duhet ta rodhosim pak. Okej. Tani, pse nuk spërkatet me vaj edhe... Që të ketë atë shijen e kulaçit. E kuptoj. Pra nuk duhet të ndihet si byrek, duhet të ndihet si... Ka tjetër shije. Ta rodhosim pak kështu, se do vinë nga anët. S'ka nevojë, ajo do kthehet peta tjetër. Kështu që këtë e rodhosim. Po se ngjan dhe bukur ajo kur piqet, krijon atë korën e lezetshme. Edhe prandaj edhe nuk është. Tani, ato kurçarkat e bëjnë edhe kështu. E bëjnë edhe e sjellin më tutje. Kati, si po shkon? Mirë shkon. Vete vjen. S'ka nevojë për vaj, se i vajnë e ka kjo. Po, edhe do t'i ndihmojnë për të zbutur. Tani pak ujë do të na duhet neve. Kam një filxhan aty anila. Ta spërkati me ujë. A të mbush këtë se e ke më kollaj? Për ta... Apo do filxhane? Është filxhani. Okej. Se e kam të pastër sot filxhanin. S'ke bërë kafe sot? Jo. Pse? Do ta bëj më vonë. Nuk ishe kohë? Sa ritëm sot. I jam rëndësi këtyre. Ja. Besoj se u bë mirë. Shumë mirë duket. Këndshëm. Ashtu. Tani, nëna tona, gjyshet tona kështu e hedhin me dorë. Na ram pak më tepër, s'ka gjë. Ashtë a hidhja me atë xhezën se ka atë pjesën e... Mirë. Pak këtu anësh. Okej. E spërkasim me ujë dhe e vendosim po. E vendosim në furrën të ndezur më përpara në temperaturën 180-200 gradë, se këto tham varet nga llojit e furrave, dhe do ta lëm për 40-45 minuta. E kemi gati ta vendosim në furrë. Dhe kështu e kemi kryer shumë shpejt. Okej, sepse harxhin mbushjen ne kishim bërë përpara, por duke qenë se është një recet tradicionale, le të themi atë mbushjen e tham që është ajo klasike që mund ta bëni, që bëni zakonisht edhe për byrekun me qep, pra qep, domatet, të zjera
me njëra tjetrën në mënyrë graduale, të ngadaltë, jo me zjarë të shpejt dhe bëhet ajo salca shumë e shishme. Fasulet pastaj thjesht janë zirë si që zihen fasulet pa asgjë tjetër në këtë rast, sepse do të shtonim bashkë me mbushjen. 2 pet si pas recetës, kur ishte pjesa e brumit, 1 pet lartë, 1 pet poshtë, mbushjet në mes dhe në furr. Tani është momenti që ne të nisim, besoj po, kemi kohë të nisim me recetën e dytë. Po, do nisim me recetën e dytë, sepse duhet që ta vëm dhe atë përpara, që të kemi kohë pastaj për të treguar dhe atë mënyrë, se ka dhe ajo punë, goxha punë. Okej, shërbetin s'po i quajmë pjesë, se shërbetin e kemi vënë për të zier, sepse duhet i ftohet shërbeti dhe tjetë ngrohtë. Tani do të bëjmë kremin, apo do të merremi me petët? Me kremin. Me kremin, okej. Gjëja e parë që do të bëjmë është kremi i qumështorit. Do të bëjmë një baklava qumështor, që do të thotë, do të kemi përbërësit që i duan edhe baklavas, edhe qumështorit. Kalojmë shërbetin e lëmande Janila. Ta vë prapë në zyrje, apo duhet ta lëm të ftohet? Duhet zirë? Ta lëm dhe pak, me thënë, sepse duhet trashur në qi. mua. Se merrem unë me këtë. Në tëra. Se aromë të mirë me kanel, qëfar i ke hetë? Kanel dhe limon. Kanel dhe limon, ka aromë shumë të mirë. Edhe sheqer, kjo s'la Kemi duhet. këtu brënda, kanel është ngjyrë e errët dhe nuk dallohet mirë nga... Tani këtu, te tenxera do hedhim qumshtin. E filloj me qumshin fillimisht. Do të hedhim 3 vezët. Do të bëjmë cipën e limonit, do të hedhim vezët fillimisht. Të plota, a? Po. Të pandare, dhe më thënë e verda nga Jo, nuk ka nevoj që të t'i ndajmë. Do t'i hedhim të plota. Pra 1 litër qumash dhe 3 kokra vezë. 3 kokra vezë, do hedhim 4 lugë miell ermik. Okej. Po ato do t'a hedhim pak më vonë, do ngrojmë qumshin Nuk të duhet tani, do më thënë në rregull. Edhe gjalpi me qenë se ka shkrirë, le ta shmangim këtu. Dhe të vendosim këtu. Edhe sheqer do hedhim këtu tani. Do e 4-5 lugë. Tani sheqerin sa të ëmbël e doni. Të hedhim dhe sheqerin që në fillim fare. Dhe japim kohë që të tretet bashkë me qumshin edhe me vezët. 4 do hedhë edhe sheqer. Nga 1 lugë për 250 ml qumësht. Okej. Besoj nuk ka nevoj për më tepër. Do të shtoj këtu tani edhe cipën e limonit. Pasit më marri pak ngrohje, unë do të merë me punën tjetër Anila, me thënë për arat, bëj bashkimin e arave me galetën, me pak sheqer dhe me kanel dhe vanile. Një shkop kanel këtu brënda. Te kremi. Të shtojmë edhe këtu pjesën e cipës së limonit. Po doni që mos keni këto ciklat e limonit, që mua më pëlqen faktikisht, mundet ta hidhni 1 lëkur limoni brënda. Po, ta gërëje edhe ta hiqni në momentin që shopoj, që është e vërteta mua më pëlqen kjo cipa. Në momentin që të filloj, do me thënë të ngrohet, të shtojmë këtë mielin, ermik, ta hedhim këtë brëndat që ta kemi gati, ta matë me lukë. Marim një lukë tjetër. Edhe ta kemi të matur për ta hedhur brënda. Një, 2, 3, 4. 1 litër qumë. Në momentin që do të ngrohet, do të ashtojmë duke të razuar. Mielin. Po. Sa të filloj që të marrë, do të ashtojmë duke të razuar. Fillëm këtu për momentin. Tani sa jo Anila të lutem nëse mundesh ta të razosh që mund të mere me përgatitje. Sa të filloj të tretet sheqeri, të marri val edhe qumshti bashkë me vezët dhe pastaj do të vazhdojmë me kremin. Ndërkohë që këtej çfarë do bëjmë? Këtu tani Anila ja. Do hedhim te arat. Arat që i kemi të grira, të grira, jo një maj, po të coptuara. Është kanella kjo. Kanellën e hedhim të plot. Mendova se shumë. Tu është
Karafil. Një maj. To tani do t'i lëmë këtu. Do të shtojmë galetën. Edhe sheqer. Po sheqer sa do? Një lugë, thjesht për të bërë, do me thënë një lugë e gjysmë, nuk është problem. Do thënë e ndihmon sheqeri. Shërbeti vazhdon andaj të zje, nuk prish puna. Se mos në shtëron fare. Jo, do t'a fikim. Në rregull është. Tani, kjo është mbushja e arrave. Sa të na bëhet kremi, ka filluar pak. do të filloj, do me thënë që të... E ajo është që ato na vonojnë pak. Ose që është ishte i ftohtë, kështu që sa të filloj të marrim. Megjithatë, apo ka filluar të nxjerr, kështu që... Do të hapim neve këto pjesën e petëve. Do të marrim edhe tepsin. Më falë, Anina. Jo s'ka që ndrova dorën se... E të lutem me që ndrove dorën dhe më japësh edhe pa gëshërët. Ja, kështu. Faleminderit. Të lutem. Tani mi qënë se jemi të petët, atë ju kujtojmë pak se kemi hyrë në muajnë festave, kemi hyrë në atë muajnë që këto petët do t'jenë prezente në çdo familje, ne këtu do t'i përdorim shumë, sepse janë ideale edhe baklava. Për baklavan, po, janë shumë cilësore, si për recetat e kripura, ashtu edhe për të ëmblat që do të përgatisni në këtë muaj festiv, për baklavan nëse do t'a bëni vetë, janë 1 kilogramshe që do thot ka goxha sasi për të përgatitur një baklava me shumë pet në shtëpi dhe janë shumë cilësore. Janë realisht ato petët që bëjmë vetë në shtëpi. Që është e vërteta? Që provojni sa s'kan ardhur festat, bëjni një provë baklavan edhe... Unë i kam provuar dhe më kanë dhënë shumë rezultat. Bëjnë shumë të mira. Me arra dhe me petë vetëm, do e bëjmë një ditë edhe në këtu në studio, të ju të regojmë, do me thëmë se si bëhen. Mendon se ka ardhë momenti për t'ja shtuar Anila. Po, s'ka problem tani, nuk është problem, ja heqim këtë kanelën. Jo, sa e shoj që, do me thënë, Eli... Jo, ka filluar, do me të lëviz thënë. Pak më me... Ska i se përmbaj këtu tani. Po, falenderit, Anila. Ndjesë se të kaloj dhe unë nga njëra punte tjetra, po... Po, jo, s'ka problem, na duen. Ti të falenderoj që vesh se po na ndihmon. Kremi duhet jeti ftot? Mirë është jeti ftot. Ndërkohë, duhet ju them këtu, pasi, do me thëmë, pregatitet fillon edhe lidhet kremi, do të shtojmë vanile, do të shtojmë dhe një lugë gjalp tek kjo pjesa e kremit. I e pshie gjalpin dhe e bën, do me thëmë, e shkrifëron. Jo, shikoj kam hallin edhe të... Mos kemi vënë gjë temperaturë të lartë. Të 180, jo, pak më shumë e kemi. Në rregull. Po, mund ta ullësh, Anila, nëse është... E shikojmë se kemi komi aftushëm për punë në lakrorit, e kemi vënë para që... Okej. Mirë, tani, ne fitojmë pak kohë, sepse kemi momentin për të bërë një shkëputje publicitare, presim të na bëhet edhe kremi qumështorit, edhe vazhdojmë kur të duhet ju them ambisave që këtu unë do të shtoj edhe një lugë gjalp, një lugë të freskët gjalp, do të shtoj edhe vanile, gjë që janë të kuptueshme, sepse dua që ta lë pastaj të mëftohet, duke mbuluar me një membran guzhine, do të thënë nga këto telefon membran, që mos të bëj atë koren si përfaqësore. Dhe do ta kemi gati pastaj për të treguar mënyrën se si do të vazhdojmë për të përgatitur këtë baklava qumështor. Ndaj ne ju presim këtu, kthehemi pas pak. Jemi rikthyer në studio, ne vazhdojmë të jemi në transmetim të drejtë për drejtë duke vijuar gatimet tona plot ide edhe shije shumë të mira sot që nuk duhet i humbisni dhe Kati gjatë kohës së shkëputjes filloi të përgatiste atë shtrimin e petëve të baklavas.
Baklava qumështor faktikisht, sepse do t'jetë me 2 shtresa që do të thotë. Kjo është pjesa baklavas, kjo është gjysma baklavas. Kjo është baklavas. 4-5 peta poshtë, të cilat si që shikoni, kemi hedhur me gjalp. Gjalpi është që i shion petat. Nuk është se themi që duhet tepruar, por do gjalp me domosdo. Ndërkohë, këtu kemi arat, të cilat arat i kemi të thërmuara, kemi hedhur me një lugë e gjysma, deri në 2 lugë sheqer, varet se sa të ëmbla i doni juve. Kemi shtuar kanel, karafil, një lugë të çajit kanel, një maj të lugës karafil, ose një majz të gishtave kështu karafil, sepse është shumë i fort karafili. Kemi shtuar dhe një 2 lugë galet. Nëse keni hidhni, të më thënë dhe të plotësohen, edhe merë dhe si tuash një tjetër shije, por dhe nëse s'keni, nuk ka problem. Buk është buk e thekur, e grinë në makinë grilse dhe ajo është galeta. Ajo është buke e thërmuar. Tani, ne pasi kemi shtruar këto petët dhe kemi lyer me gjalp, do të shtojmë tani edhe këto arrat që kemi të përgatitura në këtë mënyrë. Për punën e kanellës dhe të karafilit nëse nuk doni dhe nuk ju pëlqen si aromë dhe shije, po doni mos i hidhni. Por që ju them të drejtën, bëhen shumë të mira. E do të mbushet kjo pjesa e fundit. Një shtres e mirë. Edhe arat jo të jenë plur, të jenë pak të mbajnë. Themi neve, mos jenë fare plur. Të mbajnë. I hodhëm këto. Gjalpi. Pak gjalp t'i hedhim t'i spërkatim. Sa pet kemi shtruar? 5. 5, oke. Tani do hedhim një të rudhosur, 2 do me thënë do t'i hedh kështu të rudhosura. S'ka problem këto petët, bëhen, do me thënë, kur i rudhosim, bëhen edhe aq më të mira, sepse do t'hedhim kremin tani. Prandaj dhe i rudhos, që mos i nxjerrim anash, më mirë i rudhosim, se sa ti e ashtë, që të mbaj më mirë këtë. Përsëri një spërkatje me gjalp. Kremi është bërë shumë i shishëm, e kemi lënë pak sa të ftohet gjatë kohës që u shkëputëm. Të themi dhe për punën e kremit, në momenti që e kemi vendosur për të përgatitur, është 1 litër qumësht, kemi hedhur 3 vezë të plota, kemi hedhur gjysmë filxhani ose ndoshta dhe më shumë sheqer, atë varet sa të ëmbël, unë i kam matë me lugë, 4 lugë sheqer. Kemi shtuar aty brenda një shkop kanell, cipën edhe limonit, i përzijem sa të ngrohet qumshti, të vëdhe një edhe pastaj do edhim kremin. Ngrohet qumshti, shtojmë pastaj 4 lugë miell ermik, nëse ju ndodhet shumë mirë bëhet me miell ermik, nëse jo mund ta bëni me miell të zakonshëm. Po që mielli i ermiku ka shumë shije. Një lugë gjalp, çfarë shtojmë? Një lugë gjalp edhe vanilje. Edhe vanilje. Dhe e kemi gati. Ja, dhe kemi këtu. E kemi hequr nga ena ku akoma nuk është ftohur plotësisht, por ja shikoni, ja ky është me ato 4 lugët dhe me 1 litër qumësht. Bëhet shumë mirë që ta konsumosh edhe kështu. Ka shumë shije. Tani do ta hedhim edhe këtë kremin. Pra një mënyrë për ta sjell edhe recetën festive të fund vitit në një mënyrë ndryshe. Pra nëse doni të sillni një baklava qumështor, mund ta përgatisni kështu, bëhet shumë lehtë. Ndërkohë që kemi edhe shërbetin gati. Kemi edhe shërbetin, po. Por kjo duhet të jetë ngrohtë, shërbeti ftohtë. Të thoja, pra ne nuk do kemi mundësi ta shtojmë shërbetin live, por që do ta tregojmë se kur është momenti për të shtuar në baklava, duke thënë gjithashtu në baklava në qumështor, ta theksojmë që nuk është ajo baklavaja klasike, temperatura e pjekjes së saj do të jetë 180 gradë dhe do të paktën një 40 minutë. Ndërkohë, më duket se petanikun ne e kemi gati. Duhet të ullim temperaturën dhe të lëmë edhe pak anila. Ta lëmë të... Po, e ullim. Sepse kemi përgatitur në pjesën e parë një petanik me 2 petë, të mbushur me qep, domate dhe fasole, me 2 shtresa, shumë shishëm do të dalë, do të nxjerrim pas pak nga fura. Edhe këta një prap, unë petët i duat të jenë kështu të rëdhosura, sepse kur janë të rëdhosura dhe nuk janë të drejta, i jepë si tuash mundësi kremit, mos të bëhet të ajroset, të ngellit i ajrosur, i shkrifët, i ajrosur, si mund të them ndryshe. Po, e kuptoj, të mos ngjeshet. Mos ngjeshet, mos jeti ngjeshur. Prandaj dhe petët, në çdo petë hedhim edhe gjak, do bëjmë edhe një 2-3 kështu, do me thënë, pastaj do kthejmë ato dhe do vëmë një të fundit, që do tjetë ajo që do të kemi për ta
Okej. 2. Po, do këthejmë këto tani, I kthejmë. që mos të t'i kemi kështu. Edhe do vëmë 2 të fundit pastaj që t'jenë të drejta, do me thënë mos të drejta. Të kenë një, po të hedhin pak gjalp. Ma di do na duhet pak gjalp tjetër, besoj. Më ka, mjaftueshëm. Duket pak aty po një 3 lug janë. Mjaftueshëm se. Ka në çdo stres. Edhe nuk e ngjeshim, e lëm, do me thënë, i kthejmë lehtësisht petët, që t'jenë kështu të ajrosura. Mirë këto cepzat me gjalp, që të bëjnë petët të shkriferuara. Ndërkohë që duke parë dhe kohën, si do jemi? Si jemi me kohën, Anila? Diku te 8 minuta. Kemi që të bëjmë dhe ato. Atë doja të thoja. Tjetër gjë që Katerina ka bërë gjatë është nxehtë, jo, s'po ngre lart. Kemi një tavë këtu, që është me petë të thërmuara, pra këto petët e gatshme që ne po i përdorim për baklavan qumështor, Kati, shikoni, i ka thërmuar, i ka vendosur në një tavë dhe në furrë, të cilat janë pjekur. Dhe me këtë do të bëjmë atë pjesën e fasuleve që na kanë mbetur, apo jo? Po. Pra një recetë shumë e shpejtë në të njëjtën kohë, me një paketim petësh kemi kryer 2 gatime, me ato fasulet që i kishim zier, kemi kryer gjithashtu 2 receta. Pra një rrugë 2 punë, si themi shpesh, ku në kuzhinë me të njëjtat përbërës ne improvizojmë disa lloj gatimesh. Anila, të lutem edhe atë thikën, do me thënë që ta presim, se pritet para se ta shtu, do me thënë kryojmë copzat. Po. Ti erim gjalpin, edhe ta presim lehtësisht. E pra, se ka kremi. Si copza, nuk ka nevojë si baklava kjo, kështu, copza, si pas dëshirës e presim, nuk ka ndonjë. Marim komplet gjalpin. Marim, kemi që e keme. Muslim. Do ta presim dhe do ta vendosim në furrë. Okej. Pasi të pishet, do ta kemi, do me thënë, do të shtojmë shërbetin. Shërbetin e ftohtë. Këtë do të bëni ftohtë. dhe ju në shtëpi, po. Ndërkohë që recetën e përfunduar quhet, se vetëm pjekjen do duhet të presim dhe shërbetin që besoj të gjithë zonja din ta bëjnë, do ta gjeni pak minuta më vonë në Balkan Web, së bashku me videon e plot të gatimit, pjesën e parë dhe pjesën e dytë, për gjithë ju që keni humbur fillimin, pra, dhe jo vetëm të ditës së sotme, po siç themi shumë shpesh, në 2 kanalet tona zyrtare në YouTube, në Vila 24, me këtë logo që ju po shihni, ky është kanali zyrtar i emisionit, do të mund të gjeni të gjitha emisionet e përditshme tonat, që nga të ftuarit, tematikat, materialet që vinë nga terreni, recetat e gatimit dhe gjithçka që ne sjellim nga e hëna në të premte në 2 orë transmetimi të drejtë për drejtë në News 24. Nuk lash pik vaj. Të gjithë ne bëjmë ekonominë këtu, nuk na shkon gjë mas gjë. Nese, të dashur anvisa, ja, pra ky ishte qumështor baklava, të cilin tani ne kemi gati për ta vendosur në furrën 180 gradë, do kujdes këtu tani, sepse është, si thuash, peta delikate, edhe do për 20-25 minuta do ta shikoni vetë juve në momentin që të heqë. Po, heqim, ajo është bërë gati, Anila. Ndërkohë që të bëj dhe vëndën. Bëjmë shkëmbimin e tavave dhe teksa presim të shohim si ka dalë, do të rikthejmë pas pak edhe recetat në ekran. Shumë mirë duket. Është momenti që do lyer me gjalp. Me gjalp, po. Thamë që pasi, pra, pjesa si përfaqësore e ti nuk është lyer me vaj para se të vendoset në furrë, ndaj ka pikërisht këtë pamjen e kulaçit dhe shihen do ta ketë po ashtu. Dhe pasi nxirret nga furra, do të... E kam këtu gjalpin. Një pirun do të më duhet mua, vetëm. Pirunin e kemi këtu. Faleminderit, Anil. Edhe një copës gjalp. Petët po i mbledhim, sepse i përdorim për sëri. Ja, në momentin që e nxjerrim. Urdhëro këtë? Apo e gjeta? E gjeta.
Kjo është ajo që i jep shije, është shija përfundimtare. Merë shijen e kolaçit gjatë pjekjes, edhe tani që është, do me thënë, sa ka dal nga fura, jo të ftohet, vendosim gjalpin që dhe gjalpit aromatizohet, marrja të shijen e mirë. Në kuptaj. Do të lëmë të qetësohet dhe do të kemi gati për të shijuar. Neve këte nga studio edhe juve, që të shijoni, sigurisht është mirë të pregatisni në familje tuaja, se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura. Me thënë një lakror me 2 shije. I shojmë pak recetat. Si e kemi bërë në këtë lakrorin, kush janë përbërësit e plot të ti, i shojmë tani në ekran, që të ftonë kështu ta konsumosh. Petanik me 2 peta me qep, domate dhe fasule. Përbërësit janë këto, 300 gram fasule, 4 qep, 4 domate, gjysmë filxhani çaj me vaj ulliri, 2 lugë gjalp, krip, piper, rigon ose nenegjik ose majdanos, përvaret nga erëzat që ju preferoni të konsumoni apo të shijoni, 400 gram miell për petët. Baklava qumështor sa po është vendosur në furr me këto përbërës, pra për baklava na duhet një pak kopeta, 220 gram gjalp, 300 gram arra, 2 lugë bukë të thërmuar, galet, na duhet një lugë çaj kanell, një maj lugë karafil, një lugë supe sheqer. Ndërkohë që do të shohim edhe mënyrën se si përbërësit që duhen për të përgatitur kremin, 1 litër qumësht, 5 lugë supe miell si migdali, gjysmë filxhani çaj me sheqer, 3 vezë, 1 vanilje, 1 lugë supe gjalp, tip limoni, ndërsa shërbeti, 400 gram sheqer, 450 ml ujë, 1 fet limon dhe 1 shkop kanell. Tani, recetën që sa po nisim, nuk e kemi të shkruar në ekran, sepse është shumë e thjeshtë. Do vetëm pet të pjekura dhe fasulet e tjera që na mbetën nga petaniku. Atëherë, da ta hedh këtu më mirë këtë vajin që ta kem ta... Se me shishem duket o hedh më shumë, o hedh më pak. Po, më mirë me më mirë ta kemi këtu me luk. Atëherë. E rëndësishme është që kemi. Kemi pjekur petët, thamë. Kemi pjekur petët, po na duhen edhe një pet nga këto. S'ka gjë. Hapi prapë, thuaj. Punë e madhe. Që bëndoj një qamet, sa të bëhet. I paketova dhe mirë, se thashti kemi për një gatim tjetër, t'i ruajmë në frigorifer. Ja, të tregojmë anvisave, këtu kemi vendosë, dhe me thënë, kemi prerë petët, dhe kemi vendosë dhe kemi pjekur. Këto tani japin shumë shije, edhe nuk e qullosin atë byrekun, por e mbajnë kështu, dhe me thënë, të shkrifët, dhe bëjnë shumë të shishme. Ma djetë duhet pak më tepër lëngë. Kam bajtur unë sa lëngë këtu. Lëngë nga fasulet? Nga fasulet. Edhe jo dhe shumë jo mire kam, tamam, normal e kam. As shumë as pak. Është mirë. Vesh se më duhet një pet, Anila, ja se po marun. S'ka gjë që është kështu. Atëherë. Një petë njëmë në fund. Ma djetë vendosim. Mirë është. është tave vogël ajo? Po, është tave vogël, s'ka nevoj, se unë blodhë kjo dhe është të tjedhin pak vaj. Që mos të vendosim direkt të petët e pjekura. Jo se i bëndo një gjë, por është ajo që ndanë pak ato racionet. Në kemi më tepër, në këtu në kam pjek më tepër, nuk na vendëm, se tavën e kemi zgjedhur të vogël, faktikisht, duhet tava me madhe. Edhe kur piqen kështu, marrin edhe një shije të mirë. Tamam si petët e pjekura që bëhen, do me thënë, byrek me fasule. Por në këtë mënyrë, bëhen edhe më mirë, sepse qëndrojnë, do me thënë, të shkrifta. Tani do hedhim fasulet. Të cilat tam i kemi të zjera. Me vaj ulliri kemi hedhur në fund dhe i kam vendosur unë vetëm pak presh për shije. Po. Dhe ora 10. I mbërson preshi. Do bëjmë dhe një shtres tjetër. Një pet të... A, i mblodhe prapa Jo, nuk e kam futur në qese. Thjeshti. Jo. Blidhe më mi që thamë që ta vendosim edhe një pet. Ja, ku i ke gati? Ja, bëjmë edhe këto fasulet shpejt e shpejt. Të preshin po e hekses. Edhe, na thuaj edhe sa do qëndroj kjo në furrë, se nuk besoj se do shumë. Kjo tani, jo, nuk do shumë kjo, sepse janë këto petët e gatshme. Kjo në furrë tani do një 30 minutë, nuk ka rëndësi, Anila, edhe pse. Dhe kemi bërë një tjetër byrek. Një gatim shumë të shpejt, po. Dhe që shion.
Nuk e hedhë të preshin. Vendosim edhe vajdo, pa tjetër që. vaj, petën e fundit dhe në furrë. Dhe kjo ishte receta e tretë që sollëm sot. Edhe petën e fundit. Nuk gjulose se nuk kemi pasur lëngë shumë, aqë sa duhet. Nuk e lënë edhe petët që janë të thata, të pjekura, e thithin edhe atë Tani të hedhim si hedhim gjyshet tona këshu me në fund të fundit. Të lumshin duart, Kati. Edhe e kemi gati për ta vendosur në furrë. Edhe kjo do temperaturë të ullët faktikisht 180-200 gradë dhe do ta lëni për rreth 30 minuta dhe do ta kemi gati. Kati. Ska gjënara. Ta nxjerrim dhe të ta kemi këtu në tryes? Nxjerrim? Okej, e nxjerrim sepse nuk është keq që të prish në mesanë. Minutazhin. Ta kemi dhe atë këtu. Mua shpejt. Po, faleminderit. Mos më duhet një pecet apo e mbaj me një dorë? Jo, urdhëro pecetën. Anila. E kryva. Faleminderit. Okej. Nuk është pjekur akoma, thjesht e nxorëm për të treguar edhe një herë se çfarë kemi sjell sot. Këto janë të tëra me tava i pas kemi patur, s'kemi pjata. Tavë, njëra më e mirë se tjetra është. Ka ditë lumshin duar. Faleminderit. Dashur, kënaqësi sot më ndrin. Vërtet? Të shkoka shumë kjo këmisha e bardhë. Faleminderit dhe ju të dashur anvisa që qëndruat me ne. Nga unë Katerina, mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim. Mos hezitoni të përgatitni në familjet tuaja, sepse vërtet do të ngelin shumë të kënaqura. Të treja janë shumë të mira, të shijshme, të shëndetshme. Ndoshta edhe për t'i përgatitur, pse jo, edhe në ditët festive që po na vinë. Mirupafshim. Nëse do shihemi në orën 9 me Katerinën bashkë pas publicitetit.